Malet e Babajt Bokës do të ushtojnë sërish nga ushtarët e forcës së sigurisë së Kosovës. Krah trupave të ushtrisë së Republikës do të jenë edhe pjesëtar të ushtrive të Shqipërisë, Kroacisë e Maqedonisë së Veriut. Krejt kjo do të ndodhë në kuadër të ushtrimit më të madh ushtarak ndërkombëtar Defender Europe 2025. Republika është vend në kuqiri këtij ushtrimi që mbledh mbi 25.000 ushtar nga 29 vendet e NATO-s në gjithë Evropën në të njëjtën kohë, e që udhëhiqet nga ushtria e Shteteve të Bashkuara për Evropë dhe Afrikë. Por çfarë do të ndodhë nga 26 maj deri më 6 qershor në këtë stërvitje? Detaje ekskluzivisht për të kënë jep ministri në detyrë mbrojtjes Ejup Maqedonci. Vendi ynë duke qenë vend nikëqer i këtij ushtrimi, por edhe pjesëmarrjes me rreth 1.000 trupa në lokacione të ndryshme në regionin e Ballkanit Perëndimor. Veçantia është që këtë vit vendi ynë, Kosova, është përzgjedhur nga ushtria e Shteteve të Bashkuara për Evropë dhe Afrikë si vend ku do të vendoset komanda e divizionit 28 të Këmbësorisë së ushtrisë së SBA-ve. Maqedonci thotë se vendosja e këtij divizioni të ushtrisë së SBA-s në aeroportin e Gjakovës është një rëndësie të jashtëzakonshme për Kosovën dhe tregon për profesionalizmin e ushtrisë së Republikës. Ky divizion që do të vendoset në aeroportin e Gjakovës, që është tani më pronë e forcës së sigurisë së Kosovës, do të drejtojë me të gjitha operacionet dhe ushtrimet që do të zhvillohen në Ballkanin Perëndimor, por edhe në Ballkanin në tërësi, duke përfshirë ushtrimet në Kroaci, Shqipëri, Maqedoni të Veriut dhe Bullgari. Sipas maqedoncit, gjatë këtyre ushtrimeve FSK do të zhvillojë operacione sulmuese ushtarake, operacione mbrojtëse ushtarake dhe operacione të stabilitetit. Ai flet edhe për nënshkrimin e një marrëveshjeje kornizë në fushën e mbrojtjes, që pritet të ndodhë në qershor ndërmjet Kosovës dhe SBA-s për periudhën 2025-2030. Ndërlidhen me ndërvepreshmërinë në mes të ushtrisë sonë dhe ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe një veçanti që është edhe industria e mbrojtjes, ku ne përmes kësaj marrëveshje do të hapim rrugë dhe mundësi për bashkëinvestime dhe punë të përbashkët me Shtetet e Bashkuara në fushën e industrisë së mbrojtjes. Ministri në detyrë thotë se asnjë marrëveshje e Kosovës me asnjë vend nuk ka synim kërcënimin e fqinjve dhe aktorëve të tjerë, por ndërtimin e një fuqie të aftë për të mbrojtur territorin dhe jetën e qytetarëve të vendit.